Përshëndetje, ky është shtypi i ditës për këtë të hënda 2 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin varësia ndaj internetit dhe rrjeteve sociale, problem shëndetësor shoqëror e psikologjik. Ju rrufej vizitën e aktorit të Hollywoodit në Gjirokastër në 1972, flet ish shefi i sigurisë së gardës Sefer Pasha. Zgjedhjet në korrik nga Tirana në tropoje Tepelen, ja bashkitë që presin kryetarin e ri që do të balancojë pushtetin lokal. Flet Agim Nesho, ish ambasadori, duhet qeveri teknike dhe protest deri në rrëzimin e autokracisë për të patur vullnet të lirë në votime. Opozita shqiptare, rezoluta e IDC, CDI me 108 parti rrëzuan farsën elektorale të 11 majit, themelet e demokracisë dhe shtetit ligjor. Në gazetën Dita mund të lexoni po të bjerë atlantizmi. 2 lajme nga jashtë me rëndësi të madhe brenda. Busulla e Shqipërisë është euroatlantizmi. Çfarë ndodh po të mos kapemi më nga radari i atlantizmit, apo më keq akoma të bjerë atlantizmi nga binomi me europianizimin. Pse deklarata amerikane për zgjedhjet e 11 majit është një gjë që edhe mund të mos vinte fare. Ish tropojan i ashpër, makiavelist, arrogant, ka vaj si luftarak apo 2 mëtonjësit e Brish Tiranas, nga Lorenz Vangjeli. Më në brendësi mund të lexoni përse Vatikani nuk e njeh shtetin e Kosovës, analizë nga Rel. Kostot e jetesës, historia e çiftit të moshuar italian, kanë lënë prej 3 vitesh Romën për të jetuar në Lezhë. Më në brendësi mund të gjeni po ashtu një dokument i rrallë në arkivën e shtetit. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni pse diabeti ndryshon te gratë dhe burrat. Gazeta Panorama hapet me lajmin fitoria e zgjedhjeve, jemi bërë arrogant, Braçe e PS duhet të ndryshoj veten. Berisha nuk heq dorë nga PD, topi, Rama ka në xhep edhe 2029. Republika nuk është më parlamentare, por kryeministrore. Romani kryeministri edhe në arabisht, Ben Blushi për një gabim në përkthim përfundova Kalemxhi në arabi. Botimi shkrimtari pa tolerancën në Arabisë Saudite, bota do të ishte një vend më i ashpër. Qeveria premtoi 400 euro, Radon Shiqi, kur nis rritja e pensioneve. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Makthi Beogradit kushta fitoi me tifozët. Ish sulmuesi karikon kombëtaren para përballjes me Serbin. Asani vjen me vonesë dhe humbet sfidën e parë. Kuqezinjt sot plotësohet grupi me bigët e skuadrës. Mercato me sfusha është në alarm, Partizani tenton Zejnullajin. Sezoni i ri, Tirana kthehet në kryeqytet, Dodaj drejt AIK-ut. Vllaznia do 500.000 euro. PSG-ja në historia si u turpërua Interi, Inzaghi ikën. Dembele, Donnarumma, njëri do të ngrej trofeun. Leva, jemi si 30 vjeç, Reali 100 milion për mbrojtjen. Formula 1 dhe ciklizëm, Piastri domino në Spanjë, Yates përmbys Giron.